Ky është një ndër listimet më të bukura dhe më interesante që kemi marrë për shitje kohët e fundit. Bëhet fjalë për një opsion apartamenti 2+1, i cili ndodhet në katrin e tretë të një kompleksi rezidencial, pra bëhet fjalë për kompleksin White Hill në Currila në Durrës. Atëherë, prona disponon 112 metra katror totale ose 99 metra katror të brendshme. Si shikoni edhe nga video, ka punime shtesë si pjesa tavaneve të varura, parketi dhe gjithçka tjetër, mobilje, kuzhina, çdo gjë është e re dhe është e papërdorur. Ky apartament mund të shihet si një mundësi e mirë investimi për zonën e Currilave, e cila është zonë vazhdimit dhe ditë për ditë në rritje e sipër, sepse shumë po kërkohet për qera ditore dhe po ashtu për qera vjetore. Atëherë, kompleksi është një kompleks i rregullt, me mirëmbajtje të rregullt gjatë gjithë vitit, me gjelbrim, lulishte dhe shumë gjëra tjera. Gjithashtu, apartamenti ka një balkon shumë të madh dhe ofron pamje nga piscina e resortit dhe gjithashtu nga deti. Për gjithë ju që interesoni për një opsion të tillë të ngjashëm në zonën e Currilave apo në qytetin e Durrësit, mos hezitoni të na kontaktoni. Bëhet fjalë për një apartament luksoz, mund të themi, në një kompleks shumë të mirë për 365.000 euro. Faleminderit.